Ndikojnë në shtimin e peshës në atë moment që haj më shumë se që kemi aktivitet. Nëse haj më shumë se që kemi aktivitet, atëherë automatikisht e marrim më shumë kalori, dhe kur marrim më shumë kalori, atëherë do të thonë që pesha jonë trupore do vazhdoj të rritet. Prandaj unë rekomandoj që edhe pse dikush mundet pas ushqimin në orët e vona, sepse është një mit që nuk bën me hungër pas orës 6, se trupi punon njëjtë pothuajse, por duhet me qenë me aktivitet fizik edhe me kalori të moderuar, që mos me shtu pesh edhe mos të kalojnë në smundjet tjera metabolike, edhe mos jemi edhe po ashtu tek pjesa të mos jemi rezistent ndaj insulinës, stresit metabolik, diabetit, edhe disa llojeve të kancerit që po vinë edhe prej dietës, edhe prej aktivitetit fizik. Okej, a është mit kjo që thuhet pas orës 7, nëse nuk han buk, kime qenë mirë me peshën? Jo, ose nëse tek disa persona mund të funksionojë, tash t'jemi real, por jo tek të gjithë. Nuk duhet që të generalizohet. Secili individ e ka dietën e vet, secili metabolizëm punon ndryshe edhe jeton ndryshe, prandaj që nuk vlen kjo rregull për çdo kënd.